Bismillahirrahmanirrahim. Nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam që ishte i shquar në ata që pejgamberi sa më kishte emëruar, ishte edhe Hudhaifa ibn al-Yaman. Hudhaifa radhiyallahu anhu ishte ruajtësi i fshehtësive të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ishte një njerëz që i dinte hadithet e fitnave apo kohës që do të këdosin fitnet. Ishte një njerëz që i mbajti ato fshehtësi edhe pas vdekjes pejgamberit sa dhe nuk ja tregoi askujt, pavarësisht që shumë njerëz pretendojnë që me nxjerr emrat apo me nxjerr ato fshehtësira që i ka thënë pejgamberi alayhis salam, ai nuk i nxorri vetëm se ndonjëherë në një rast të veçantë sikurse ishte Omeri radhiyallahu anhu. Hudhaifa ishte një njerëz me tiparet e larta, ishte një njerëz i kujdesshëm ndaj edhe pejgamberi alayhis salam, jo rastisht e përzgjodhi ata që më ia tregu fshehtësitë dhe më rujt ato fshehtësi dhe pas vdekjes pejgamberit alayhis salam. Kur kujtojmë luftën e Hendekut, atëherë na bjen mend Hudhaifa ibn al-Yamani. Ishte një luftë që Allah subhanahu wa taala përshkruan në Kur'an, lufta e Ahzabit, që është një nga luftrat më të vështira që kishte pejgamberi alayhis salam dhe ishte e tërëzgjatur dhe ishte momente që ishte ftohtë i madh, kishte mbet pa ushqim, pa pije, pra çdo gjë kishte godit pejgamberin alayhis salam dhe sahabët, dhe në një moment të caktuar vjen edhe frika tek sahabët e shokët e pejgamberit alayhis salam. Jo që frigoheshin për veten e tyre, gjithmonë ishte frika për pejgamberin alayhis salam, se çka do të bëjmë me pejgamberin nëse mushrikin do t'i rrethonin apo do t'i luftonin ata, duke e ditë se gjithë fisët e tradhuan pejgamberin alayhis salam dhe e futën në një grackë që ta luftonin pejgamberin alayhis salam me pabesi. Ndërsa pejgamberi sa në një moment pasi që u hap Hendeku, kërkoi nga sahabët se kush shkon dhe merr informata nga mushrikint, ja garantoi që do të jetë përcjellësi i imi në xhennet. Dhe askush për një moment nuk lajmërohet. Pastaj pejgamberi sa prap thret, prap askush nuk lajmërohet derisa u lajmëroi Hudhaifa ibn al-Yamani. Ata nuk u lajmëruan sikurse Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Ali radhiyallahu anhum dhe sahabët e tjerë, sepse nuk donin që mu largu nga pejgamberi alayhis salam. Donin që të ishin afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta mbronin ata pavarësisht se çfarë do t'i godisnin, sepse gjitha fisët e kishin rrethuar dhe nuk kishte më besë në asnjë fis, andaj edhe këta nuk donin me lënë pejgamberin alayhis salam në pozicion që mund të jetë i tradhuar dhe nga të tjerë. Andaj Hudhaifa në një moment i tha pejgamberit alayhis salam, ja Rasulullah, unë do të shkoj. Dhe pejgamberi sa e këshilloi që të merrte informata dhe mos ndërmerrte asnjë hap tjetër më tepër. Dhe ku shkoi Hudhaifa ibn al-Yamani dhe u përzin mesin e mushrikinëve, Ebu Sufjani vrejti që dikush mund të jetë në mesin e tyre që ka ardhur për të marrë informata. Dhe Ebu Sufjani urdhëroi që secili le ta kap afër personin që e ka dhe le ta pyes se kush është ai. Dhe Hudhaifa radhiyallahu anhu në një moment nga vigjilenca e tij e kapi njërin nga pjesa e djathtë e tij dhe pyeti se kush je ti, ai u përgjigj dhe pyeti nga pjesa e majt kush je ti, dhe kështu u lirua dhe ata nuk e bën të njëjtën gjë me Hudhaifa radhiyallahu anhu. Mirë po, në këtë rast i erdhi një ballafaqim ball për ball me Ebu Sufjanin dhe ishte momentumi që mund të me shfrytzu dhe me vrarë armikun e pejgamberit alayhis salam, duke ditë se në ato momente, në atë kohë, në luftën e Hendekut, ende Ebu Sufjani nuk ishte musliman. Mirë po i ran mend pejgamberi alayhis salam çfarë kishte thënë, dhe i kishte thënë se mos ndërmerr asnjë hap tjetër përveç se me marr informata dhe më u kthy me lajmëru pejgamberin alayhis salam. Pra ashtu veproi edhe Hudhaifa ibn al-Yamani. Mori informata dhe u kthy te pejgamberi dhe pejgamberi sam kur u kthy Hudhaifa ishte duke u falur, ndërsa pejgamberi sam e futi Hudhaifa në gjyben e tij dhe u fal ashtu me Hudhaifa radhiyallahu anhu dhe në fund i tha se ti je përcjellësi i jam në xhennet. Hudhaifa ibn al-Yamani ishte i tillë dhe ashtu mbeti. Pra ishte ruajtësi i fshehtësive dhe i sekreteve që i japi pejgamberi sam, pra ja tregoi emrat e munafikave, cilët i dinte që të gjithë Hudhaifa ibn al-Yamani dhe se nuk i tregonte askuj ata emra. Andaj njëherë nga herët Omer radhiyallahu anhu e kishte kap Hudhaifën dhe i kishte thënë se a jam unë një nga munafikat. Imagjinoni një njeri i përgëzuar me xhennet dhe kusht ishte Omer el-Faruki, frigoi se mos ishte emri i tij në mesin e atyre njerëzve. Mirë po Hudhaifa radhiyallahu anhu i tha se nuk je ti, mirë po ti do të jesh dera e thyer. Pra dhe ashtu ndodhi, sikurse i kishte thënë Hudhaifa radhiyallahu anhu, dhe dera e thyer ishte vrasja e Omerit radhiyallahu anhu, dhe nga aty filluan fitnet, pastaj deri në përfundimin e fitneve.